Në nëntor të vitit të kaluar, qeveria njoftoi shtesat mbi pensionet që do të aplikohen për 3 vitet e ardhshme. Por ndryshe nga tradita e shpërblimeve një herë në vit, këtë herë bonusi shpërndahet gjatë periudhës 12 mujore. Vendimi miratuar në 30 dhjetor zbuloi një sër kufizimesh për përfitimet e bonusve. Kush ka një pension mbi 40.000 lekë nuk do të ketë asnjë qindark shtesë. Bëhet fjalë për afro 36.000 pensionistë. Bonusin 1.800 lekë në muaj do ta marrin vetëm ata që kanë pension deri në 40.000 lekë, ku përfshihen pensionet urbane të plota, nënat me shumë fëmijë dhe ata që marrin pension për profesion të vështirë si minator, naftëtar apo metalurg. Kategoria e dytë me 800 lekë bonus në muaj përfitohet nga ata që kanë pension deri në 22.000 lekë, ku bëjnë pjesë pensionet e pjesshme urbane apo pensionet sociale që përfitohen pasi mbushet mosha 70 vjeç. 1.000 lekë do të marrin ata me pension deri në 18.000 lekë, ku futen pensionet rurale, kurse ata që do të përfitojnë 600 lekë ose pensionet familjare nuk duhet të kenë të ardhura mbi 30.000 lekë, si dhe grupi i fundit i përfituesve, ata me pension invaliditeti duhet të kenë deri 18.000 lekë pension që do marrin shpërblim mujor 700 lekë. Nga ana tjetër, këto tavane për përfitimin e bonusit përbëjnë një kufizim më vete për ata që kanë pensione me vlera të paraafërta me tavanet. Këta pensionistë nuk do të marrin të plot kompensimin mujor. Për shembull, nëse një qytetar me pension 39.000 lekë e përpasoj do duhet të ishte përfituesi i bonusit 1.800 lekë në muaj, ai në të vërtetë do të marrë vetëm 1.000 lekë nga bonusi, në mënyrë që të mos kalojë tavanin prej 40.000 lekësh, e po kështu edhe për rastet e ngjashme me tavanet e tjera. Përfitues të këtyre bonuseve do të jenë ata qytetarë të cilët lidhin pensionin gjatë këtij viti, sërish me kushtet që mos të kalojnë tavanet e përcaktuara në këtë vendim. Sipas shifrave të siguruara nga televizioni 6+1 Vlora, pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, rezulton se në total do të marrin bonus mujor 727.000 pensionistë në vend dhe që janë gati 763.000 që janë në total. Vetëm 36% e tyre do të marrin 1.800 lekë në muaj, pasi pjesa dërmuese gati 41% do të marrin 800 lekë, ndjekur nga 10.3% që do të marrin 1.000 lekë, e pjesa tjetër janë në vlerat 600-700 lekë. Nga ky vit gjithashtu rritet mosha e daljes në pension për gratë. Nga 61 vjeç e 10 muaj këtë vit do dalin në pension pasi të mbushin 62 vjeç, kurse burrat do të vazhdojnë të jenë 65 vjeç deri në vitin 2031.